Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me gjithë ata që nuk kemi pa me zemër të mirë të fitur Bajramin, edhe Allah subhanahu wa taala inshallah ka pranuar agjërimin e Ramazanit nga të gjithë ne. Edhe në kontekstet e kësaj lutje, du për me hedhë dritë rreth tefsirit të ajetit 92 të surës An-Nahl, që ka një kontekst jashtë konteksteve të Ramazanit edhe fitur Bajramit, mirë po që në tërsinë e mesazhit na lidh me besën që duhet me majt muslimani pas muajit të mëndueshëm të Ramazanit. Pra me majt besën Allahut Azza wa Jall, me majt besën muajit të mëndueshëm të Ramazanit, me e respektu muajin e mëndueshëm të Ramazanit edhe pasi ai ka ike dhe i ka përënu dielli. Allahu Azza wa Jall urdhon dhe thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Na sjell në vëmendje rastin e një gruaje Hamqa. Hamqa është gjinia femërore e emrit Ahmaq. Ahmaq e përdorim edhe ne në gjuhën shqipe. E gjejmë në fjalorin e orientalizmave. Ahmaq është budallaj. Hazreti Isa alayhi salatu wasalam thot: e kam ringjallë edhe të vdekunin me lejen e Allahut Azza wa Jall, por nuk kam arrit me shëru ahmakun. Kështu që në realitetet tona, kur gjejmë gjurmë të ahmakëve, duhet me bagajret. Hazreti Isa alayhi salam nuk ka arrit me shëru ahmakëllikun që ta shërojmë ne. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala në përmend në Kur'anin familjar një grua Hamqa, dhe një grua çmendur, e cila punonte të zgjah, edhe tjerë të lesh të anditen, edhe kur e përfundonte punën, e prishte kretat edhe e kthejte edhe njëherë siç ka qenë. Pse e përmend Allahu Azza wa Jall këtë grua në fillim të këtij ajeti kuranor? E përmend për të na thënë se ka diçka shumë të rëndësishme që ka ndodhur, diçka shumë e frikshme në fakt. Një njeri i cili punon tan ditën, edhe lodhet, edhe sakrifikon pastaj krejt punën e çandam. Kjo është e frikshme. Kjo është problem. Pra si të na thonte nëpërmjet këtij ajeti kuranor që kujdes atë që e bani me kujdes të madh. Edhe ruani punën tuaj, mos e çoni dëm punën tuaj. Je më u basi ajo gruaja e çmendur, që punonte tan ditën, e lodhej, e sakrifikonte, të tjerë lesh tan ditën. Dhe në fund e prishte punën e saj. Shkaku i zbritjes së këtij ajeti kuranor, që është edhe pjesa vijuese e këtij ajeti, lidhet me fenomenin e aleancave që lidheshin në kohë të shkuara, mirë po ndodhte që pasi ishin lidh aleancat, dikush e prishte aleancën me aleatin e tij për shkak të një aleati të ri, që e konsideronte më të fortë, ose më me prezencë, ose më me peshë. Fa Allah subhanahu wa taala na lën një gjë të tillë. Mos u bani si ajo gruaja e konsideron prishin e këtyre aleancave dhe marrëveshjeve për shkak të një interesi të papritur, si rasti i asaj gruas. Mirë, po që ka lidhe kjo me Ramazanin edhe me fitur Bajramin? Ka një lidhe shumë të madhe. Një pyetje të cilës duhet me ju përgjigj. A ka Ramazan edhe pas Ramazanit? Jo, nuk ka Ramazan pas Ramazanit. Në aspektin e përllogaritjeve kohore, muaji Ramazanit është një muaj prej muajve. Si më thanë, a ka fjallavie janar mas janarit? Jo, është shkurti, është marsi. Mas Ramazanit kush është? Shawali. Jemi në muajin Shawal. Dorsa në thelb, a ka Ramazan mas Ramazanit? Në thelb duhet që muslimani me bashmos që mos me munda asnjëherë nga shpirti i Ramazanit. Dhe më thanë, duhet që muslimani me aq çfarë ka përjetuar dhe ka kaluar gjatë muajit të mëndueshëm të Ramazanit, duhet me bashmos që krejt jeta e tij me ken Ramazan. Se po të marrim të analizojmë krejt detajet kryesore të muajit të mëndueshëm të Ramazanit,
do të konstatojmë se krejt Islami, edhe veçoritë e fesë islame, janë përmbledhur në muajin e madhëshëm të Ramazanit. Në këtë kontekst, krejt jeta jonë duhet me kenë Ramazan. Dhe nëse nuk e bëjmë një gjatë të tillë, atëherë jemi përngjasu me atë gruan hamqa, që Zoti Azza wa Jall e përmend në surën e Bletës në ajetin 92. Dhe në tërheq vëmendjen që mos më u basi ajo. Dhe me thanë, gjatë muajit të Ramazanit, ti e përpjek me rujt gjuhën tënde. Mos me sha. Mos me thanë fjalë që nuk duhet. Je përpjek me rujt shikimin tënd. Mos me shiku që nuk duhet. Je përpjek me rujt ndëgjimin tënd. Mos me ndëgju që nuk duhet. Ke vore për shembull gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit, shumica e jon nuk ndëgjon muzikë. Edhe po ti vesh muzikë, dikuj që është agjërueshëm, alarmohet, nuk njihet mirë. Nuk e don. Sidomos disa ritme, disa tekste shumë banale dhe bajate që fyjnë edhe inteligjencën e njerëzit. Nuk e don atë. Vendose një agjërues në një lokal, ku ka zhurmë, ku ka poter, ku ka edhe njerëz që flasin me zë të lartë, po prej të zot që edhe shajnë, alarmohet. Pse? Subhanallahu, nuk e pranon Ramazani atë. Ai ka hyrë në një proces purifikimi, ti jeto rikthyer në një proces përlyrje. Mes përlyrjes edhe purifikimit, njeriu është rahat në gjendjen e purifikimit. Pse? Sepse është duke u rikthyer në fakt nëpërmjet agjërimit të Ramazanit në origjinën e tij si krijesë fisnike. Se njeriu në origjinë është krijesë fisnike. Allahu subhanahu wa taala në origjinë e krijon njeriu si krijesë sfiduese. Edhe krijesë që i ka dhënë titullin më të lartë që ka në një krijesë, as që mund të ketë në një krijesë përgjatë historisë krejt gjithësisë. Është halife i Allahut Azza wa Jall. Është mëkamësi i Allahut. Asnjë nga melekët nuk e kanë këtë llogjet. As Xhibrili alayhis salam nuk e ka këtë llogjet. As gjinët nuk e kanë këtë llogjet. As kush nuk e ka këtë llogjet. Vetëm njeriu e ka këtë. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Unë po krijoj në tokë një mëkamës. Po Allah Azza wa Jall të ka bërë ty si njeri mëkamësin e tij. Pra ti ki ardhën këtë botë nga pozita më e lartë në sytë Allahut Azza wa Jall. Mirë po gjatë jetës, edhe gjatë përditshmërisë, njeriu edhe mund të përballet me detaje që e përlyejnë këtë madhështi. Vjen muaji i madhëshëm i Ramazanit për ta purifikuar, për ta rikthyer në origjinën e të kanonit krijesa më e lartë. Mes kësaj dhe asaj, natyrshëm që njeriu zgjedh me qëndru në botën e qetësisë, adhurimit, lutjes, përgjërimit. Edhe të gjithë ju e keni parasysh se sa rahat ndjehet njeriu gjatë kohës së agjërimit. Dhe kur them kohës së agjërimit, nuk e lidhi vetëm me kohën e orareve të qëndruarit pa ngrënë dhe pa pi, kujdes. Jo, gjatë krejt muajit të madhëshëm të Ramazanit, edhe gjatë natës së Ramazanit, ti je shumë më i qetë, edhe je shumë më lart, edhe shpirtnisht, edhe emocionalisht, edhe në aspektin intelektual, edhe nga mënyra se si të punon mendja, edhe si të rreth zemra, je shumë më lart sa jashtë muajit të madhëshëm të Ramazanit. Tamam. Kjo çfarë na tërheq vëmendjen? Na tërheq vëmendjen drejt faktit që nëse kemi mundësi që krejt jeta e jon, pra krejt viti i jon, me kenë Ramazan, me e majt besën e Ramazanit. Se Ramazan nuk mund të jetë si Ramazani, kështu krykput. Ai është një muaj edhe kryen. Jashtë Ramazanit, edhe po të qëndrojmë në ato rutina të përditshme të Ramazanit, nuk kemi më faktat të njëjtin shpërblim. Mirë po kemi mundësi me rujt të njëjtin shpirt. Pra me rujt tempin, ritmin e këtij muaji të madhëshëm të lidhjes dhe afrimit me Allahun subhanahu wa taala. Ne themi se Ramazani në thelb është sistem jetët, pra nuk është thjesht një muaj, një periudhë kohore, është sistem që ti përpiqesh me e përvetësu ose me tu rikujtua, me e rikujtu vetes të paktën një herë në vit. Jo një ditë, një muaj.
Edhe jo një muj do si do, po një muj në mënyrë të vazhdueshme. Ata mjeshtrat e sociologjisë të thonë që njeriut për të përvetësuar një veprim, pra me kriju një natyrë të re, me fitu një cilësi të re, i duhen ma e pakta 18 ditë me e praktiku në mënyrë sistematike. 18 ditë në mënyrë sistematike, nëse përpiqet, mos me gënjy, me ken i buzëqeshun, me ken fjalë mirë, me ken i drejtë, me ken i sinqertë, me ken çdo të çoni në përmend, i duhet ma e pakta 18 ditë për me e përvetësuar në veten e tij. E muaji i mallnueshëm i Ramazanit nuk është 18 në fakt. Është 2-18. Është 30 plus 6. Me kanë thënë edhe gjërditë të Shevalit. Po është fundi i dersit ton. Shikoni, ka koincidencë interesante. 36, 2-18. 36 tek ne. Allah. Po Allah subhanahu wa taala sikur na tregon edhe nëpërmjet këtyre numrave që duhesh me kenë shumë i pa pjekun, edhe shumë i pa gdhendun, edhe shumë, ku diun, besnik i shejtanit që ti mos me u përpunu gjatë muajit të mallnueshëm të Ramazanit me të mirën. Aq që në fakt ti e ke në thelb. Edhe është pjesë e natyrës tënde që në krijim. Sepse të ka kriju Allah subhanahu wa taala me kenë i sinqert, me kenë i drejtë, me kenë i pastër, me kenë i ndershëm, me kenë i drejtë për drejtë, me kenë punëtor, me kenë i zellshëm, me kenë kërkues i të mirës, me kenë promovues i saj, me kenë nxitës i saj, me u distancu nga haramet e kështu me radhë. Po thuj një pikë e para e detajeve të muajit të mallnueshëm të Ramazanit. Edhe thuj më e rëndësishmja e jetës sonë. Edhe më e rëndësishmja e krejt adhurimeve. Ajo me të cilën në fakt ne e nisim muajin e mallnueshëm të Ramazanit. Pra, pa më rrit mirë muaji i mallnueshëm i Ramazanit, pra që në natën që i paraprin ditës së agjërimit, ne e bëjmë njetin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë që innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblehen dhe konsiderohen sipas njeteve dhe qëllimeve. E dini se për çfarë qëllimi të ka marrën sot në këtë xhami? Jo, nuk e dini. Allahu e din. Nëse unë kam marrë me një qëllim fisnik, që me hedh dritë rreth një ajeti kuranor, e mësu miqve të mi, vëllezërve të mi, të pranishmëve, diçka të re nga feja Allahut azza wa jall, ka pas më efekt fjala jeme. Nëse ka marrë pa njët, ka marrë si formë rutine, ka marrë thjesht me majt një ligjërat. Efekti i saj ka më qenë shumë më i vogël se sa i të parës. Njeti është sekreti i krejt veprave tona. Për muaji i mallnueshëm i Ramazanit, që në fillimin e tij, pra pa u shfaq hana e Ramazanit, ne jemi bagati me njetin e agjërimit. Pa Allah subhanahu wa taala na mëson nëpërmjet kësaj që në jetën tonë të përditshme me kenë njerëz me njete të larta, me pas qëllime fisnike në jetë. Ne nuk kemi do çado. Ne nuk kemi do kushdo. Ne nuk e kemi kohën kështu me kalu pa asnjë lloj dobijet. Ne çdo hap në jetë kemi me një njet fisnik, me një qëllim fisnik. Edhe ajo që na jep ngushëllim, edhe na man për të kenë sa më të fortë në rrugtimet tona, çdo qofshin ato, është se këto njete nuk i din askush përveç Allahut azza wa jall. Dhe për to nuk i japim llogari askujt përveç Allahut azza wa jall. Dhe kjo është shumë relaksuese. Imagjino sikur të detyroheshim me dhanë llogari edhe për njetet tona. Si shpesh herë detyrohemi të sikletosun me justifiku veprimet tona. Ndosh mirë kuptoni, ndosh mos e mirë kuptoni, o vëlla, pse duhet t'jap shpjegime unë për diçka që e kam bërë dhe jam i sigurt se është diçka korrekte. Po duhesh me dhanë shpjegime shpesh herë. Duhesh me dhanë shpjegime. Dhe kështu është jeta. Për njetin nuk jep shpjegim askujt. Njeti është mesjet dhe mes Allahut azza wa jall. E para, e dyta, e qenë se edhe koha po afron edhe duhet ta përfundoj. Vetë përmajtja, po shumë e rëndësishme kjo. Gjatë ditës së agjërimit, nëse ka një mësim shumë të rëndësishëm, thuj ma i rëndësishmi i mësimeve, që në fakt vendoset krejt agjërimi në peshorën e këtij detajit, është vetë përmajtja. Vetë përmajtja. Një njeri i cili gënjen gjatë ditës së agjërimit, nuk ka vetë përmajtje
nevrikoset për gjithçka, flet që nuk duhet, përfshihet ku nuk duhet, përfshihet në vorbullat e fodullekut e kështu me radhë. I themi një pul që e lidhim tek penxheria e xhamisë këtu, edhe e majmë nga syfyri deri në iftar, ka agjëru ma shumë edhe ma mirë se sa atje edhe unë, nëse bijem në batakun e këtij fodulleku. Është shumë e thjeshtë. Ajo pula është ma agjëru se sa ne, nëse nuk vetë përmahemi. A nuk lexojmë në Kur'anin familjarët, në sa vende, qad aflaha man zakkaha, ose qad aflaha man tazakka në një vend tjetër. Pra Allahu Azza wa Jalla na tërheq vëmendjen dhe na thotë se ai që e ka edukuar nefsin e tij dhe ka arrit nivelin e vetë përmajtjes dhe vetë kontrollit, është ai që ka fitu edhe ka triumfu. Rregull i pa diskutueshëm. A nuk lexojmë në Kur'anin familjar që besimtarëve të mirë, në fund të jetës çfarë u thuhet? Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna. Pra o ti frym që ki ken, o ti shpirt që ki ken besnik, edhe ki ken korrekt me Allahun Azza wa Jall. Ktheu tek Zoti jot. Edhe me u kthy në mënyrën më të mirë të mundshme. Jo me u kthy si dikuj që i del shpirti siç del ferra nga leshi, kanë thënë. Shpirti jo besimtarit. Merr një ferrë dhe futet në një, ku diun, mas të leshtë edhe nxirret pastaj për aty. Ashtu është shpirti i jo besimtarit. Ndërsa ai i besimtarit, me ceremoni madhështore, me protokoll, me melekë, që i vinë, që e shoqënojnë, mos me u mërzit, mos me u trishtu, mos me u frigu. Pse? Sepse përshën takimin mati shumë pritun. E përfundoj me një ngjarje të cilën ju e kam thënë edhe më përpara. Hoxha i madh dhe baba i hoxhës tonë të madh, Sheikh Emin Keftaru, qaddasallahu sirruhu, kishte rënë në grahmat e vdekjes. Edhe ato muridët e tij kishin ardhur aty për rreth. Mirë po, ato hezitonin dhe kishin marrë, ose ju vinte ngusht për me i thanë la ilaha illallah, me i ba talqin, pra me ja kujtu atë shahadetin, se nuk donin me unda nga hoxha. E një moment ai hap syt, i thoni për la ilaha illallah? Thoni la ilaha illallah. Ai ju ban talqin të gjallëve, edhe pse po largohen në fakt. Edhe e mbyll jetën e tij me një ajet kuranor, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Edhe i mbyll syt dhe largohet nga kjo botë. Dhe më thanë, njerëzit devotshëm, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, do të jenë në xhenete plot lumej, pra në një vend dhe një pozitë të lartë tek Zoti fuqiplot. A mundemi me erujt besën e Ramazanit edhe frymen e Ramazanit edhe mas Ramazanit? Pa tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na thotë që ai që agjiron 6 ditë të Shevalit, pra mas muajit të mëndueshëm të Ramazanit, ka thënë arsi të kishte agjëru krejt jetën, pra krejt vitin. Ç'do të thotë? Ç'do të thotë? Një muaj Ramazan, herë 10, 10 muaj. 6 ditë të Shevalit, herë 10, 60 ditë, 2 muaj, 12 muaj. Tamam, llogaria. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam ashtu duke na thënë, nëse mundeni me qëndru krejt jetën në shpirtin e Ramazanit e të agjërimit, bani një gjatë të tillë sepse jeni në rrugën e purifikimit, edhe larg për lyerjes me llumin e gjunaheve, e fodullekut, e ignorancës, e devijimit nga ajo çfarë don Allahu subhanahu wa taala. Allahu ju shpërbleft edhe na pranoft agjërimin tonë dhe veprat tona të mira dhe na bëf për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirë në saj, walhamdulillahi rabbil alamin.